Hani 7 ara dhe prisni 4 orë, ajo që do ju ndodh do ju befasoj. Nuk është çudi që arrat janë ndër pemët më të respektuara në popull. Një studim i publikuar së fundmi ka zbuluar se arrat janë mbrojtësit më të mirë të shëndetit të zemrës. Hulumtimi kishte vëzhguar 15 njerëz me nivele të larta të kolesterolit, të cilët kishin ngrënë nga 7 arra 5 herë në javë, dhe rezultatet treguan se kolesteroli i lartë ishte ulur. Sipas doktorëve, konsumimi i një grusht arra 5 herë në javë ul rrezikun e sëmundjeve të zemrës me 40%. Studimi kishte gjetur se personat që konsumojnë arra në mënyrë të rregullt përmirësojnë ndjeshëm nivelin e kolesterolit në gjak dhe i bëjnë më fleksible enët e gjakut, të cilat ndihmojnë në qarkullimin e tij pa probleme.